Teherani me siguri nuk ka fjetur mbrëm, jo nga raketat, as nga sanksionet, jo as nga izolimi ndërkombëtar, por nga tmerri metafizik që vjen kur parlamenti shqiptar vendosi të ngrej gishtin tregues dhe të shpall një fuqi rajonale si Irani, shtet sponsor të terrorizmit. Nuk dihet nëse në zyrat e Ajatollahut janë fikur dritat nga paniku apo nga kursimi, por një gjë është e sigurt, kur Taulanti ngrihet në foltore dhe Republika e Kartonit Moral nis të jap leksione mbi rendin botror, edhe vetë historia shkrihet së qeshuri. Projekti rezolute e shumicës socialiste, e paralajmëruar nga Edi Rama dhe e futur në seancën e 17 marsit, e shpall Iranin jo vetëm sponsor të terrorizmit, por edhe shtet që përdor mjete terroriste, ndërsa u kërkon institucioneve shqiptare e partnerëve të veprojnë në përputhje me këtë linjë. Me pak fjalë, Tirana ka marrë përsipër të rregullojë lindjen e mesme, sapo të mbaroj punë me tenderët, patronazhistët dhe çështjet e brendshme që i lë gjithmonë për javën tjetër. Pa mjashtë madhështore në absurditetin e vet. Një parlament që mezi prodhon dinjitet institucional për veten, që bie ngrihet sipas nevojave të propagandës ditore, që nuk gjen dot konsensus për asgjë që ka lidhje me hallet e njerëzve, na doli papritur si tribunali moral i planetit. Çmimet mund të çmenden, korrupsioni mund të marshojë me kollare, ika e të rinjve mund të jetë kthyer në sport kombëtar, por shteti ynë ka gjetur armikun e madh të njerëzimit, dhe ç'është më e bukura, e ka gjetur në një seancë që prodhon më shumë teatër se sa substancë. Se në fund të fundit, kjo rezolut nuk është vetëm një akt politik, është një operet e vogël ballkanike ku aktorët dytësor luajnë rolin e perandorëve moral, ndërsa publiku paguan biletën me taksa, me cinizëm dhe me humbjen e çdo iluzioni se këtu bëhet politikë serioze. Dhe pikërisht këtu nis komedia e zezë shqiptare, sepse askush nuk po debaton seriozisht nëse regjimi iranian ka histori të errët, nëse ka rol destabilizues, apo nëse Shqipëria ka arsye të forta sigurie, sidomos pas sulmeve kibernetike që qeveria shqiptare ua ka atribuar strukturave iraniane. Këto janë çështje reale dhe të rënda, por mënyra si trajtohen në Tiranë i kthen nga çështje serioze e sigurie në skeç provincial për konsum të brendshëm. Kur Edi Rama e shet këtë si akt të madh të përgjegjësisë perëndimore, ndërsa Taulanti e paketoi në sallë me atë solemnitetin e njohur të burokratit që ndihet për disa minuta sekretar shteti i botës së lirë, ti nuk sheh diplomaci, sheh vetëm një nevojë të dëshpëruar për të dukur i rëndësishëm në sytë e aleatëve. Shqipëria nuk po flet si shtet i fortë, Shqipëria po reciton si nxënësi më i bindur i klasës, që shpreson të marrë një përkëdhelje në kokë nga mësuesi, edhe pse flet me zë të lartë, vetëm kur i vjen radha të përsëris ato që i kanë thënë më parë. Këtu hyn në skenë edhe madhështia folklorike e parlamentit ton, ku çdo akt i madh ndërkombëtar duhet patjetër të kalojë nga filtri i vogëlsisë vendase. Opozita e bojkotoi seancën, jo se Irani u bë papritur i pafajshëm, por sepse në Shqipëri edhe kur diskutohet gjeopolitika, debati zbret në nivelin e sherreve për procedurë, rendite dhe llogari të brendshme. Kështu, ndërsa bota merret me luftra, naft, dron, hormuze, destabilizim rajonal, ne prodhojmë skenën tipike shqiptare. Mazhoranca luan rolin e erojës së civilizimit, opozita atë të bojkotit ritual, dhe qytetari ishe nga ekrani një tuf idiotësh funksional që flasin me gjoks përballë Iranit. Ky është kulmi i tragjikomedisë. Sa më i dobët të jetë autoriteti real i klasës son politike në shtëpi, aq më të mëdha i ka apozat në skenën ndërkombëtare. Natyrisht, rezoluta do të shitet si akt historik. Do të thuhet se Shqipëria është vendi i dytë pas SBA që e ndërmerr këtë hap, se po jepet një mesazh i fortë se Tirana është në anën e duhur të historisë, se ne nuk trembemi. Të gjitha këto tingëllojnë bukur në deklarata, sidomos kur lexohen me tonin e lodhur të njerëzve që kanë kaluar jetën duke ngatëruar servilizmin me strategjinë. Por pyetja që mbetet pezull është shumë më e thjeshtë. A është kjo politikë e jashtme e menduar? Apo thjesht një ushtrim besnikërie për t'i treguar Washingtonit se këtu ka ende njerëz gati të bëjnë edhe rolin e megafonit, sepse po të shohësh me qetësi, e gjithë kjo sken ka diçka thellësisht provinciale, një elitë që nuk arrin dot të imponojë seriozitet në punët e veta të brendshme, por sillet sikur po përgatit hartën e re të sigurisë globale. Kjo nuk është fuqi, është nevojë për të dukur, dhe shpesh nevoja për të dukur është forma më e pastër e dobësisë.